Mendoj që kemi vetëm këtë një jetë, edhe duhet secilën ditë me jetu sikur me qenë e fundit, edhe secilin moment me u shfrytzu që me kriju diçka që ne me lanë gjurmë. Jeta jonë është shumë e shkurt në këtë botë. Të thotë nëse nuk arrim me kuptu çdo gjë që na rrethon këtu është produkt i punës dikujt. Për shembull, mikrofonin, kjo është një shpikje e një personi që ka pas njëjtë 24 orë në ditë sikur ti edhe unë. Unë kështu e shoh jetën, që kam qef me sfidu veten, me mësu që ka mundem unë me bo, që mundem me kontribu edhe ma shumë edhe me pas impact edhe tek komuniteti rreth. Edhe nuk ju frikruam sfidave, se pa pas sfida njët nuk mundesh edhe me u rrit. Kështu që sfida e radhës ka qenë që kur e lash gazetarin, pash që ambasada gjermane po kërkon dikon për sektorin ekonomik, edhe kom apliku, edhe pse është kërku diplomë universitare, unë sa pa ta fillu me studiu. Kom apliku edhe pse është kërku me pas përvojë minimum 3 vjeçare, unë s'kom pas atë përvojë, do të thotë komplet ato. Shumë e mirë mos me ndjek gjithmonë çka kërkohet. Po, me sfidu veten edhe me provu edhe nëse nuk i plotson ato kriteret që kërkohen. Do të thotë konkursi si i tillë ka qenë mjaft friksues. Se ti ke pa gjitha ato kriteret edhe çka kërkohet, edhe ti ke thënë, "Okej, mirë, unë nuk e kam përvojën që po e kërkoj, nuk e kam diplomën, mirë po unë kam njohuri të gjuhës gjermane edhe unë e di që mundem me bëj këtë punë nëse më japin shansën." Edhe kështu që kom aplikuar. Edhe ata në intervistë do të thotë ju kom lënë shumë përshtypje, edhe më kam pranuar përkundër faktit që nuk i kom plotsu çdo kushtet që atëherë kanë qenë të domosdoshme ose që kanë qenë kushte ose kritere formale. Edhe ka një herë për një me, kjo është këshill për cilin do që na dëgjon, pa marrë parasysh gjinin, nga një herë foundrat gratë janë pak ma që duhet me i shty, po aplikoni. Aplikoni nëse dini që ka potencial, mos u friksoni asnjëherë, se varet që gjithmonë kush është në tavolinë me ty që të rekruton, edhe a e sheh atë potencialin. Shumë shpesh është shumë e rëndësishme me pas sistemin e vlerave të njëjta ose të ngjashme, edhe me ditë punëdhënësi që mundesh me qenë i vlefshëm për ta.